Një proces të gjatë I cili do të përfundoj para vitit 2030 nga që janë të gjitha gjasat, ashtu dhe siç parashikohet në vizionin e Shqipërisë 2030 në strategjinë për zhvillimin e sektorit detar. Ne kemi nisur prej kohësh, do të thoja vitesh tashmë, një plan zhvillimit të një porti të ri në afërsi të Durrësit, duke qenë se lokacioni është strategjik, duke qenë se Durrësi është një pikë referimi për të gjithë rajonin, por sigurisht me rritjen e një qyteti turistik, me vlera të mëdha të mbartura nga kohët e antikitetit, pasi ka pak vende në Europë ku një amfiteatër 3000 vjeçar ndodhet kaq afër zemrës së qytetit, por edhe të portit. Për këtë arsye dhe për gjitha ankesat që ne kemi marrë ndër vite, për sa I përket zhurmës, trafikut, nga automjetet e rënda që aksesojnë portin, por nga ana tjetër edhe ndotjes mjedisore që vinte nga shkarkimet e anijeve të mallrave gjenerale apo dhe të kontenerëve, sigurisht me një punë shumë të detajuar dhe me mbështetjen e një nga kompanive më të mëdha në Europë, Royal Haskoning, një kompani ekselence në sektorin detar, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoriteti Portual I Durrësit, ka arritur që të ketë një dokument të jashtëzakonshëm që parashikon dhe pararend duke dizenjuar të gjithë hapat për ndërtimin e këtij porti të ri në Porto Romano. Tek ne prezantonim publikisht këtë projekt nga Maqedonia e Veriut dhe nga Kosova, kërkuan që të ishin pjesë e këtij projekti, duke përfituar jo siç sot edhe Kosova dhe Maqedonia e Veriut e përdor portin e Durrësit, por duke qenë e mundur krijimi I një lidhje me 2 porte të thata. Një I vendosur në Shkup, projektin fillimisht nga qeveria e mëparshme me Maqedonisë të Veriut ka qenë për në Strug, po më pas vetë qeveria maqedonase e ndryshoi duke e kërkuar në Shkup, në kryeqytet, dhe një port tjetër I thatë në zonën e Prishtinës. E thënë kjo, e gjithë procedura ndërkombëtare ka qenë transparente, ka pasur disa faza të saj për përzgjedhjen e konsulencës edhe më pas për projektin dhe sot praktikisht kemi arritur në fazën e fundit të përfundimit të projektit për ndërtimin e këtij porti. Interesi ka qenë shumë I lartë, 5 kompani të huaja, konsorciume, kanë garuar dhe në 31 janar ne do të kemi fituesin e garës për ndërtimin e portit të Durrësit I dal nga një garë ndërkombëtare e cila është hudhëhequr dhe mbikëqyrur nga Royal Haskoning. Sigurisht me pjesëmarrjen e të gjithë atyre departamenteve nga Autoriteti Portual I Durrësit që ligjërisht duhet ishin pjesë e këtij procesi. Në 31 janar ne do të kemi një fitues, një konsorcium fitues, që më pas duhet vazhduar me negocimin e kontratës dhe me synimin e madh për të nisur kantierin e ndërtimit të portit të ri në Porto Romano brenda këtij viti, pra vitit që do të vi 2026-s. Dhe sipas gjithë llogaritjeve dhe sipas dokumentacionit për 3 vite ky port duhet të jetë I dorëzuar dhe operativ. Pra Shqipëria në 2029 duhet të ketë të dorëzuar një port në zonën e Porto Romanos, porti më I madh në Ballkanin Perëndimor, I cili do t'i shërbej Maqedonisë të Veriut edhe Kosovës gjithashtu. Në këtë optik, sigurisht që porti I Durrësit për ne ka qenë një prioritet. Sigurisht që kemi kërkuar gjithmonë që të drejtohej nga profesionistë, të cilët jo vetëm njohin transportin, por nga ana tjetër me aftësi negociuese me trupa ndërkombëtar, pasi porti I ri I Durrësit parashikohet dhe është në vullnetin politik të qeverisë shqiptare, që të jetë edhe një bazë e NATO-s.
Një bazë e NATO-s e vendosur në zemër të Mesdheut dhe padyshim në Shqipëri si aleati më besnik i kësaj force të jashtëzakonshme, bashkësie të jashtëzakonshme. Për këtë arsye dhe për të gjithë arsyet e tjera të zhvillimit ekonomik të vendit, pasi porti i Durrësit, ai i riu që do jetë në Porto Romano, do të vazhdojë të jetë motori ekonomik i Shqipërisë, një motor ekonomik i cili nuk prodhon vetëm punësim, por prodhon një ekonomi zinxhir. Dhe për këtë arsye, sigurisht drejtimi duhet të jetë gjithmonë në duar të mira, profesionale dhe mbi të gjitha në duar që garantojnë transparencën. Për këtë arsye, duke qenë se Kreshnik Bajraktari duhet marrë një detyrë të re, të cilën do ta bëjmë publike në ditët në vazhdim, pasi të kryen të gjitha procedurat. Stafetën do t'ja lë një tjetër kolegu të mirë, që unë e kam njohur në punë dhe njerëzit njihen në punë, thua. E kam njohur vite më parë, kur kemi qenë koleg të dy qeverive, ai drejtonte Ministrinë e Mjedisit, infrastrukturës dhe planifikimit hapësinor. Dhe ky është Libur Narliu. Libur Narliu, arkitekt në profesion, por me një karrierë të gjatë në politik, me 2 mandate deputeti në Parlamentin e Kosovës, me një karrierë të gjatë në ekzekutiv, 4 vite ministër, pra i mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, dhe padyshim një koleg i mirë, i cili Kosovën dhe Shqipërinë i ka parë gjithmonë si një treg i përbashkët i zhvillimit ekonomik dhe infrastrukturor. E thon kjo, në fillim të muajit shtator, unë bëra një bisedë me Liburën dhe e pyeta, me qenë se më kishte njoftuar që po dilte nga politika, nëse do të kishte interes që të kontribonte për Shqipërinë. Dhe si rjedhoi padyshim edhe për Kosovën. E diskutuam me njëri tjetrin dhe për thënë drejtën më ngrohu direkt zemrën sepse ju duk një propozim shumë interesant, një propozim që i shkonte për shtat vendimit që ai kishte marrë për të jetuar në Tiranë, kështu që me radhën time, këtë propozim e çova tek kryeministri. Edi Rama ka punuar historikisht për Shqipërinë dhe për Kosovën me të njëjtin pasion dhe dëshirë për t'i parë shqiptarët në lartësinë që ata e meritojnë. Nuk është hera parë që qytetarët e Kosovës janë përfshirë në ekzekutivin shqiptar, kemi pasur ministra, kolegë të tjerë, drejtor, por Libur Narliu, unë them, mendoj, për atë që unë e njoh është më i spikaturi ndër të gjithë kolegët e tjerë kosovarë që na janë bashkuar në rrugtimin ton të kësaj dekade për ndërtimin e Shqipërisë. Kryeministri ma ka aprovuar propozimin, duke madje e mbështetur, pasi porti i Durrësit është porti shqiptarëve dhe nuk është porti i Shqipërisë. Është porti që do t'i shërbejë shqiptarëve në të gjitha trevat e Ballkanit perëndimor. Është më shumë se një port, është porta hyrëse në Ballkanin perëndimor, për komponentët më të rëndësishëm që janë komponentët ekonomik, por sigurisht dhe ata të sigurisë. Porti i Durrësit është porta hyrëse e korridorit të 8, për cilin ne kemi folur gjatë, por që tashmë nuk mbetet vetëm në fjalë, por janë projektet konkrete që flasin për një korridor ekonomik, i bazuar mbi transportin dhe energjinë, por dhe një korridor sigurie i disponueshëm për të gjitha operacionet e NATO-s.